edhe i kena kërku me kanë pjesë e bërjes së ligjit, edhe kur ma nuk na kanë thirrë. Saret aka i thëmë që ishtë dashme na trajtu me dignitet spaku. M'fal, përgjigja e vetëvendosjes e qeverisë, tash nuk e dina kush e bën qeverinë e re, ka qenë krejtësisht e kundërta, që absolutisht nuk janë të interesuar për dialog. Edhe qeveria, edhe institucionet e drejtësisë duhet me ulë dhe me ngu hallet e gazetarëve dhe me nis me i trajtu ato. Pra, në rast se qeveria nuk është ullë në tavolinë me gazetarë dhe me mediat, po është u i shpallar me që të saj, kjo është qasje gabume. Dhe duhet me gjetë një autoritet dhe një dikant i cili ullet dhe e bën këtë diskutim. A ka kontakte me zëdhënës qeveri, zyre të presit në qeveri, kontakte kështu? Po e flasëm. Gjema është përfaqësues i zgjedhur i komunitetit gazetarëve dhe i përfaqëson me AGK-n interesat e grupit. Në anën tjetër, në këshill të mediave të shkruar, për shembull, na nuk kemi asnjëherë në fort takimit të madh me qeverinë mi diskutu problemet e etikës së zgjidhjes. Tash kur e marrojnë ligjin, i cilin na prej krejt neve dhe nuk na thirrin fare në grup punues, kjo është problematik. Kjo është çështje. A je sigurt që nuk ju thirrin se mendojnë që ju s'keni qenë dal fotografi me qeverinë? S'keni qenë do që jeni në xhep aty. Tash nëse kanë dashur me bë ligj për KPM, pa i thirrë anëtarë të KPM tu i shti anëtarë të KMSHK-s në to. Pa na thirr njerëz që janë anëtarë të KMSHK-s, ku janë, unë menoj që në ekspert më të mirë me janë dalin tonë. Tu thonë ligj për KPM me thirr KMSHK-n. Po se kanë pas me shti portalet online brenda KPM-s. Mund ta japin kontribut sepse janë të fushë. Pa i konsultu ekspertizën e çati institucioni, çatësaj organizate e cila ka një ekspertizë shumë madhe, i përfaqëson krejt mediat online vendin tonë. Shkurt, na kena marrë iniciativë vetë, bashkë me imër në shkollën e KMSHK-s dhe Flutur Akusarin, kena shku me Luan Dalibin para 3 vjetë në vitin 2022 dhe na taku. Na kena kërku takim për me fol për ligjin e KPM. Edhe na ka prit në zyre. Po na ka prit në zyre, kena çu email zyrtar, na ka kthy email zyrtar, edhe i kena kërku me kanë pjesë e bërjes së ligjit, edhe kur ma nuk na kanë thirrë. Të thotë, sepse nuk i kanë të interesuar, sepse kanë dashur me çu çata agjende për pa. Mirë, takim kurtazie, le të themi, po formal në zyre të qeverisë, ne nuk e kemi problem. Keq perceptimi këtu. Ama me ata gazetarët e Ukrainës, janë baza tregu ta jeni te kryeministri. Po, është tu dal fotografi, domethënë kujdeset kryeministri personalisht për ta, edhe qeveria e Kosovës. Po, as bën çaty me thon edhe për neve, kena do çështje, ka dalë se si kena kry punë. I them Saret aka i them që ishte dashur na trajtu me dignitet spaku neve, nëse jo se ata kanë ikë prej luftës edhe e meritojnë një trajtim pak më ndryshe, sikur na kishte trajtuar vetë 10% që trajton gazetarët e Ukrainës, i kishin pas punë më mirë, po ideja është që na kena kërku edhe tash e kemi thonë, ne jemi të gatshëm me u bë pjesë në çfarëdo platforme të dialogut me krejt stakeholders, me krejt hisëtarët, tu nis prej qeverisë Kosovës, kuvendit Kosovës, KMSHK-s, të gjithë atyre që janë të interesuar edhe kanë çka me dhanë, që ky ligj i ri KPM-s me kanë i pranueshëm për të gjithë. Edhe na do të thotë kena ofruar dorën e dialogut, po, m'fal, përgjigjja e vetëvendosjes e qeverisë, tash nuk e dina kush e bën qeverinë e re, ka qenë krejtësisht e kundërta, që absolutisht nuk janë të interesuar për dialog, po absolutisht janë të interesuar që ta vazhdojnë luftën ose sulmin ndaj mediave. Përgjigjja zyrtare si jemi të interesuar për dialoga, a veç s'kan kthy përgjigje? Jo, përgjigje publike, ka nis tash me sulmu zotin Sallaj, që është i reporterëve pa kufi, pra raportuesi për Ballkanin Perëndimor, ka nis një fushat me ja vënë pikpyetje komsinë e tij jashtë nga Reza Slovak. Kjo është absolutisht e tmerrshme.